Në nëntor të vitit kaluar u aprovua ligji për klonimin e kafshëve. Por jo vetëm për kafshët, po sikur të jenë duke klonuar dhe njerëz. Ju do ta dinit? Ndiqeni me kujdes këtë material për të mirën tuaj, sepse do t'ju bëj që të reflektoni thellë dhe të kuptoni në çfarë bote jetojmë. Kush është rastisht t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, nuk ju kushton asgjë, por ndiqeni me kujdes deri në fund. Do t'ja këshilloj për të mirën tuaj. Në nëntor të vitit kaluar u aprovua ligji për klonimin e kafshëve. Por këtu s'bëhet fjalë vetëm për kafshë, sepse kafshët janë, do ja u them se përse. Për shembull, nëse ti ke një mace, një qen apo ku ta diun, një ari, ose qoftë edhe një specie tjetër, ti mund ta klonosh. Mund ta klonosh eksaktësisht ashtu siç është. Pra ashtu siç ishte ajo kafshë, ti e klonon pothuaj identike, 99.9%. Në qoftë se kjo kafshë është edhe mund të ketë ngordhur 3 ditë, një javë për shembull, mjafton një pjesës e saj, një pjesës e lëkurës, së trupit, qimet apo ku ta di unë, dhe këto çohen në laborator, në një laborator në Angli. Laboratori anglis i vendos në kriogjenezë dhe pasi ka vendosur aty për një kohë të gjatë, i përgatit këto që t'i çojë në Texas, në Amerikë. Dhe aty, pra në Amerikë, krijojnë embrionin. Pastaj embrioni përpunohet dhe mund të dali kafsha ose nëpërmjet teknikave jo natyrale, pra artificiale, ose dhe nëpërmjet kafshëve të tjera, pra të një kafshë tjetër. Mjaft që ta mbaj ajo në placentën e saj dhe t'japin këtë kafshën që ti ke kërkuar. Kushton nga 50 deri në 80.000 euro, parafërsisht. Pra, pse po e them këtë? Ta përsëris edhe një herë, kushton nga 50 deri në 80.000 euro. Do të thotë që nuk është për njerëz normal. Pra, është vetëm për një shkallë të lartë të shoqërisë. Atëre, pse e bëjnë këtë? Sepse një njeri normal me 50.000 apo 80.000 euro mund të blej 30 apo 50 apo 100 si ajo kafshë. Pse i duhet ajo kafshë? Për çfarë arsye? Është një pyetje për inteligjentët kjo. Pra pse duhet të harxojnë kaq para kur në të vërtet nuk do të jetë kurrë 100% ajo kafshë që këta kanë humbur. Pra këta pasanikët. Pse duhet të insistojnë të pagojnë gjithë këto para për të bërë një kafshë që i ngjason? Pse? Kur mund të blejnë të tjera që mund të blejnë dhe 10, 20, si ato. Si eksaktësisht si ajo. E dini pse? E thjeshtë, po sikur kjo është u krijua, ose ky ligj u bë për t'i zgjuar mendimin disave që duan të klonojnë vetveten. Po sikur. Ose po sikur të jenë aktualisht duke klonuar njerëz. Do të na thoni ne? Ju do ta mësoni, do ta dinit? Ne nuk e dim. Janë vetëm pyetje këto që po bëj unë, nuk po nxis asgjë, nuk po them asgjë, vetëm janë pyetje. Sepse duhet të dini që Dolly, ajo delja e famshme, u klonua në vitin 1996, nëse mbani mend. Dhe pas klonimit të saj në Kore u klonua njeriu. E dëgjuat mirë. U klonua njeriu. Madje do t'ju them. E para njerë që duhet të dini si është e mundur, ku e gjetën koreanët mënyrën dhe teknikën që të klononin, kur testet u bën në Amerikë. Dhe tjetra. Nëse do të klononin njerëz, do vini që të na thonin ne, ose do na thonë ne, jo, sepse kisha nuk është dakord. Pasanikët nuk janë dakord, gjoja, sepse nuk duhet të klonojnë të gjithë dhe është vetëm për një pjesës të vogël, nëse do bëhet, sepse nëse për një kafshë kushton një klonim nga 50 deri në 80.000 euro, atëre më bën që të mendoj që një njeri mund të kushtoj nga 50 deri në 80 milion dollar. Themun,
ja fuskot, këshu. Them. Dhe në qoftë se ndodh një gjë e tillë, e dini se çfarë bëhet? Sepse ne tani kemi arritur që të mund të transferojmë memorien e njeriut në një kompjuter, ose nga kompjuteri në një trup tjetër. Kështu që në qoftë se do të klononin një njeri, pra mua, në qoftë se më klononin mua në këtë moment, ju nuk do të ishit kurrë në gjendje të kuptonit nëse jam unë ai vërtet ose jo, ose jam kloni. Është bërë dhe film për këtë nëse keni parë, me Scarlett Johansson, që është një klon së bashku me të dashurin e saj. Pra, filmat, për ata që nuk e din, janë vetëm ato shenjat për të zgjuar mendimin e njerëzve, sepse ose të atyre që mendojnë që janë gjëra të programuara paraprakisht. Dhe nëse do të vendosnin një klon në vendin tim apo në vendin dikujt tjetër, ne nuk do ta kuptonim, sepse është 99.9% i garantuar ashtu siç është. Pra, një nadir tjetër eksaktësisht siç jam unë. Ndoshta nuk ka eksperiencën e jetës që kam unë, por pak rëndësi ka. Ndoshta nuk ka trupin tim, por ata mund t'i shtojnë muskuj, mund t'a bëjnë si të duan, mund t'i shtojnë barkun, t'a bëjnë të shëndosh, mund dhe t'a bëjnë të dobët, por mund t'i vendosin edhe të gjithë memorien që kam unë, ose t'i shtojnë memorien, ose t'i heqin memorien. Këto nuk janë fantazi. Këto aktualisht janë në program, në këtë moment, dhe vazhdohet që të bëhen. Pra, po bëhen aktualisht testet të tilla. Kështu që në qoftë se do të krijonin një bot me klona, ju mendoni se këta klona do t'ishin për të gjithë njerëzit? Jo. Janë klona që janë vetëm për disa. Ndoshta për ata që drejtojnë, ndoshta për ata që vendosin. Nuk janë as për politikanët, as për shkencëtarët, as për vajzat më të bukura, nuk u intereson fare, por janë vetëm për disa. Të paktën, kështu thuhet, nga teoritë konspirative. Megjithatë, unë ju informova, sepse ku i dihet, ndoshta ndonjëri nga ju mund të jetë një miliarder, sepse këtu bëhet fjalë për miliona, jo, se ai që ka miliarda shpenzon miliona. Kështu që këtu bëhet fjalë për miliona, dhe nëse mund të ketë ndonjë, dhe unë shpresoj, një shqiptar miliarder, atëre të ketë parasysh që është momenti që të informohet, sepse sa më shumë kalon koha dhe aq më shumë reduktohet numri i atyre që kërkojnë të klonohen. Gjëja e fundit që do t'ju them është që në Kinë, para disa muajve, bën një test tepër ngjethës, shumë ngjethës, dhe pikërisht për klonimin. Dhe nuk dua të zgjatem shumë, sepse nuk është folur shumë për këtë, bile vetëm 2-3, po janë thashë theme konspirative, por klonimi po punohet për klonimin po punohet me hapa gjigant në fshehtësi, por me të vërtet, me miliarda investime të njerëzve potent që kërkojnë të mbijetojnë dhe të jetojnë në këtë planet në përjetësi. Sepse për ata që nuk e din, nëse ne krijojmë një trup pothuaj eksakt të një klonimi të njeriu, dhe duke i vendosur memorien e tij, atëherë njeriu bëhet i pavdekshëm. E kuptuat mirë. Ju uroj një mbrëmje të këndshme. Lini komentin tuaj. Diskutojmë, ku i dihet. Ndoshta shumë zëra së bashku diçka bëjnë. Ju përqafoj. Natën e mirë.